Ky podcast është prodhim I Onovos. Në këtë episod të përvete do flasim pikërisht për një çështje që vërtet na prek të gjithë dhe pse ndonjëherë ndodhemi mes konfuzionit, frikës dhe informacioneve ndonjëherë të pasakta. Çfarë do të thotë sot të jesh një prind I një fëmie me probleme shëndetësore mendore? Në fakt jemi ndërmjet një realiteti që her pas here na vjen si një informacion I saktë dhe miteve që ndërtohen. Pikërisht për këtë do të flasim sot, të ftuarën e kam të përzgjedhur në fakt sepse ka 20 vite që ushtron këtë profesion, është drejtuese 2 qendrave pikërisht për zhvillimin e fëmijëve. Dëgjojmë vazhdimisht terma si ABA apo neuroshkencë, por në të vërtetë cila është e vërteta ndërmjet atij realiteti që ne përballemi kur bëhemi prindër dhe ndeshemi me një fëmijë I cili nuk ka vërtet marrëdhënie ashtu siç mund të kishte një fëmijë normal me atë që është vërtet problematik. Pikërisht do ta përqendrojmë gjithë fokusin sot tek fëmia, tek roli më I rëndësishëm që kemi për të rritur fëmijë të shëndetshëm. Anisa Dizdari, përshëndetje dhe mirë se na erdhe. Do të bëj edhe një përfaqësim tjetër të eksperiencës tënde 20 vjeçare si drejtuese ENES dhe e qendrës TIS. Të dyja sot sa vite kanë që I ke ndërtuar, që ke kushtuar mund të them edhe jetën tënde për të sjellë fëmijëve edhe prindërve mbi të gjitha. Santan, përshëndetje. Shumë faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi të jem këtu në një ambient kaq komod dhe të ndihem si në familjen time. Në fakt TIS daton që prej 14 vitesh tashmë që është themeluar dhe NES është ajo filiza e re që sapo ka filluar, është bërë tashmë 1 vit, është një after school për fëmijët me nevoja të veçanta, por jo vetëm, sepse tendenca është gjithmonë të gjithëpërfshirje dhe kur flasim gjithëpërfshirje themi jo për të lënë më njanë fëmijët me nevoja të veçanta, po për t'i bërë bashkë fëmijët me gjithë diversitetin e tyre, gjithë larmishmërinë e tyre. Dhe TIS daton 14 vite dhe kur më the 20 vite eksperiencë, 20 vite në profesion, nuk e kisha menduar. Ka gjatë, domethënë. Vërtet. Vërtet aq? Vërtet 20 vite. 20 vite në profesion, po janë konsiderueshëm. Janë 2 dekada të cilat kanë emëruar së përbashkët, që është fëmia. Pse zgjodhet ti pikërisht këtë pjesë? Për fëmijën. Sepse më përfaqëson ndoshta pak në karakter. Normalisht kur dalim nga ato bankat e shkollës, ne mundohemi të eksperimentojmë, që cila është puna që ne na përfaqëson më mirë. Dhe jo më kot kam zgjedhur fëmijët, sepse vërtet më kanë dhënë direkt atë dashurinë e parë dhe impaktin e parë, që unë këtu, në këtë grup mosh, mund bëj më të mirë në mundshme. Kam gjetur veten, patjetër, ndoshta edhe nga ky karakteri që kam unë që her pas here dua të jem edhe unë pak fëmijë. Anisa është lozonjare. Si karakter, si personalitet. Më pëlqen dhe mua që mos t'i humb ato cilësitë e fëmijërisë dhe mirë është që gjithë njerëzit në brenda vetes ta ruajnë atë pafajësinë e fëmijës, çiltërsinë, gëzimin, haren e fëmijëve, mos kokçarjen ndonjëherë. Dhe mendoj që më ka përfaqësuar më mirë. Domethënë është ai target group që realisht ta bëj me shumë dëshirë, me shumë pasion. Ti vetë the që të duket pak e çuditshme tashmë që ka ngaluar kaq vite. Janë shumë vite, por në momentet e para të hapjes së këtyre qendrave ku fëmijët mund të vinin dhe vërtet nuk ka patur më përpara. Të rradha kanë qenë, shumë të rradha. Si arritet ti të ndërtosh të emër, se vërtet në fillim fare do flasim dhe më vonë se sa e vështirë është për një prind për të pranuar të vërtetën, nëse shikon që fëmia nuk I ka të njëjtat sinjale, sjellje normale siç e ka një fëmijë tjetër. Një informacion. Në fakt, TIS ka hapur dyert dhe është themeluar atëherë kur në Shqipëri pak dëgjohej të flitej për autizmin apo problematikat neurozhvillimore, jo vetëm autizmin, patjetër, dhe ka qenë një ndër qendrat e para që ka ofruar një shërbim multidisiplinar
për t'i ardhur në ndihmë jo vetëm fëmijëve, por edhe familjeve të tyre, sepse është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Dhe ka qenë mikesha ime, faktikisht, që është dhe themeluese e TIS-it, Fatlinda. Ne kemi mbaruar universitetin bashk, dhe pas universitetit rrugët tona profesionale si kur undan, ajo në pjesën akademike, pedagoge, unë në pjesën më praktike, se gjithmonë më ka pëlqyer kjo pjesa praktike, por po prap me fëmijët duke ofruar, duke qenë specialiste në shërbimin psikosocial në shkolla. Dhe një ditë, Fatlinda më ofron që të bëjmë një qendër që të ofroj shërbime multidisciplinare për fëmijët me autizëm. E nisur kjo nga marrëdhënia e saj shumë e ngushtë me një familje që kishin një djalë me autizëm, Rajani, unë e kujtoj dhe sot e kësaj dite me shumë dashuri, sepse ka qenë fëmia jonë i parë në qendër. Dhe ato kanë qenë, le të themi, spuntoja, që Fatlindën e bëri që të thotë që shise duhet të bëjmë diçka për këta fëmijë. Dhe vjen me një propozim që realisht mua më intrigoi, sepse ne kishim vetëm atë informacionin në shkollë, por shumë pak pjesë praktike në Shqipëri. Flasim për 14 vite më përpara. Po, 14 vite më përpara dhe shumë pak dihej, sidomos për pjesën e shërbimeve që duhet t'i ofronim. Mirë po, një gjë më ka mbetur në mendje, që është motoja jonë edhe sot e kësaj dite, sepse më tha, Anisa, dua që të bëjmë diçka bashk, por ta bëjmë ashtu siç duhet. Dhe sot e kësaj dite, ti si mban të njëjtin parim. Ti bëj gjërat siç duhet, si nga ana profesionale, si nga ana etike, që është shumë e rëndësishme, si nga ekipi, si nga cilësia, çdo gjë brenda konform rregullave dhe konform pjesës profesionale për të bërë më të mirën. Në mundshme. Për fëmijët edhe për familjen. Rajani pas ka qenë ogurin bar. Dhe Rajani ka qenë vërtet Sa vjeç ishte kur erdhi? Rajani kur ka ardhur tek ne ka qenë 6 vjeç. Dhe ka patur, domethënë për ne ishte eksperiencë vërtet e parë, por ti kur vë shpirtin, kur vë zemrën, çfarë do lloj sfide dhe gjëre që ti përballesh, i kalon me lehtësi, sepse ke atë etjen për të kuptuar më shumë, për të mësuar më shumë rreth diversitetit, rreth këtij çrregullimi, rreth metodave që sapo kishin filluar që të implementoheshin në Shqipëri, dhe mbaj mend që Rajani pati një ecuri shumë të mirë deri në momentin që u rrit dhe pastaj u detyrua që të shkëputej edhe të vazhdonte jetën me aktivitete të tjera, në shkollë. Sa e vështirë është ky kalimi tash? Deri në çfarë moshe mund të vinë fëmijët në qendrën tuaj dhe më pas a ka struktura të vërteta në Shqipëri të cilat mund t'i punësojnë ata, të bëjnë një punë të paktën mekanike, por që të ndihen aktiv, të ndihen të nevojshëm dhe të shërbyer, do bishëm deri diku? Atëherë, në qendrën tonë vinë fëmijë që në grup moshën më të vogël, që 1 vjeç, 1 vjeç e gjysmë, sigurisht për të vlerësuar, për të parë si fillim problematika dhe më pas për të trajtuar. Jemi të specializuar për sa i përket ndërhyrjes së hershme. Dhe trajtohen në vazhdimsi deri në moshën 7-8 vjeç. Sepse tillë është ndërtuar qendra jonë, që aq kapacitet kemi për të ofruar. Por, vlen për të theksuar që vërtet shërbimin e përditshëm ne e kemi të fokusuar tek ndërhyrja e hershme. Por unë e kam parim që nuk las njëherë pas dore vëmendjen dhe kujdesin që ne duhet kemi edhe kur fëmijët rriten. Faza adoleshencës apo të rinjt. Që duhet jetë më e vështira, mendoj. Që është më e vështirë, por që duhet bërë patjetër.
Domethënë duhet jetë një kujdes shumë i veçantë nga të gjithë profesionistët, sepse është kjo faza e vështirë, po që ka nevojë për vëmendje dhe për të bërë gjëra për ta, për të bërë aktivitete për ta. Përgjithsisht Shqipëria është e ngopur tashmë, mund të them, me shërbime për fëmijët. Po gjithmonë lihet pak pas dore këto shërbimet që janë për këtë grup mosh, për këtë target group. Dhe gjithmonë në fokus TISI ka patur implementimin e programeve të ndryshme, projekteve të ndryshme, aktiviteteve të ndryshme për t'i dhënë zë dhe për t'i dhënë vëmendje edhe të rinjve apo adoleshentëve me nevojat veçanta. Për t'i patur në qendër të vëmendjes, patjetër për t'i dhënë atyre fuqi, për t'i dhënë atyre mundësi për të dhënë më të mirën e vetes, dhe për të thënë që mjafton që mua të më jepet një mundësi dhe të më hapet një derë, sepse me punë, me durim patjetër mund t'i dilet që njëri, një adoleshent të ketë një jetë më të mirë, të gjejë edhe një punësim, të krijojë, le të themi, në këtë shoqërinë tonë pak kaotike, të gjejë pak edhe të krijojë edhe vetveten. Anis, ti e përmendë pak faktin që aty janë në grup mosha të vogla. Ku qëndron më shumë vështirësia? Tek prindi apo tek fëmia në lidhje me punën tuaj? Në momentin e impaktit të parë, momentin e qasjes së parë, kur prindi e identifikon që fëmia nuk ka sjellje normale, ashtu si një fëmijë tjetër, apo si fëmia i parë, mund të themi. Por a është e vështirë apo tashmë edhe prindi ka filluar të lexojë, ka filluar të marrë informacion që ndoshta deri diku është më vigjilent se më përpara, të themi. Në fakt gjërat kanë ndryshuar. Sigurisht flasim që prindrit janë më të informuar. Ndërgjegjësimi ka rritur ndjeshëm, është rritur ndjeshëm ndërgjegjësimi dhe informacioni është patjetër ke mundësi që të marrësh informacion nga shumë burime. Dhe prindrit janë bërë më të kujdesshëm dhe më të vëmendshëm për të parë ndoshta vështirësitë e para që në moshë të hershme tek fëmijët e tyre. Sfida jonë pastaj është kur fëmia vjen, që ti duhet jesh shumë i kujdesshëm, sepse mund të jetë një fëmijë shumë i vogël, mund të jetë një fëmijë 1 vjeç e gjysmë, që ti shikon ato problematikat e para, por duhet të jesh shumë i vëmendshëm në vlerësim që ti bën. Në vlerësimin e të gjitha aftësive dhe gurët themeltar të këtij fëmie. Dhe shpesh bëhen gabime në pjesën e vlerësimeve dhe në pjesën e diagnostikimeve. Sepse asnjëherë nuk flitet për një shkencë që është shumë eksakte. Lë vend për diskutim dhe flasim për njerëz që brenda kanë shumë element me të cilët ti duhet të jesh i kujdesshëm kur i shikon, kur i mat dhe kur ti i qasesh prindërve më mbrapa. Dhe ky është momenti i vështirë që ne ta bëjmë sa më saktë atë vlerësim. Ne të jemi sa më të kujdesshëm, duke mos haruar asnjë komponent. Që tek mosha, që tek mënyra se si sillet, të maten mirë gjitha fushat e zhvillimit, po të shihet edhe konteksti, ku është rritur, si është rritur ky fëmijë, familja, mënyra se si familja merret, i kushton kohë, i kushton vëmendje, po dhe pjesa edukative, si e ndjek, sa e ndjek kopshtin, a e ka ndjekur apo jo ndonjëherë çerdhjen, kopshtin. Domethënë, ku ka jetuar ky fëmijë? Dhe pastaj komplet pjesa zhvillimore që duhet parë me shumë kujdes dhe i duhet të dhënë dhe kohë fëmijës që ai të na paraqesi të gjitha potencialet e tij, mundësitë e tij, vështirësitë e tij, për t'i parë të gjitha. Dhe këtu është pak që çdo profesionist duhet jetë shumë i kujdesshëm.
Sepse nuk bëhen gjërat me fik. A kemi në treg vërtet profesionist dhe në vërtet nëse unë do ndodhesh përballë një fakti të tillë, cila isha këshilla që do më jepje nëse unë do drejtohesha dhe çfarë do të kisha parasysh për të pasur, për të rritur në derë dhe për kërkuar ndihmë te një profesionist i saktë i kësaj gjëja? Në Shqipëri po, kemi profesionistë shumë të mirë, patjetër që ka. Mjek shumë të mirë, profesionistë shumë të mirë, që i kanë kushtuar jetën profesionet, patjetër, dhe bëjnë më të mirën. Dhe si në çdo profesion, të them të vërtetën, ka edhe profesionistë që e bëjnë këtë punë me ndërgjegje, me pasion dhe me shumë kujdes, por ka ndoshta edhe persona të tjerë që mund ndoshta ta shikojnë këtë si thjesht profesion, pa i vënë atë zemrën, atë shpirtin që duhet t'ja vësh. Është profesion që do ta duash. Është profesion që duhet ta duash. Është profesion që do t'ja japësh zemrën dhe shpirtin. Ndryshe nuk bëhet. Domethënë nëse ti e shikon thjesht si një profesion, si një numër ato fëmijët, si një numër ato prindrit, këtu bëhet diferenca. Që cili është ai profesionist që ty të kushton vëmendje që nga A-ja te Z-ja. Jo vetëm ardhja e fëmijës, bërja asaj orës së terapisë dhe dalja e fëmijës nga ora e terapisë dhe këtu mbyllet çdo gjë. Këtu më vjen keq ta them, por kam pikpyetjet e mia se sa i mirë mund të jetë ky profesionist. Nëse ne këtë problem nuk e shikojmë në një gamë më të gjerë, duke punuar me të gjithë elementët që e përfaqësojnë këtë fëmijë, me të gjithë njerëzit, familjarët, grupet që ky fëmijë bashkëpunon, ndërvepron, deri tek gjyshrit, deri tek gjyshat, deri tek familjarët patjetër. Po nuk i kushtuan vëmendje pjesës së tij edukative, që ai frekuenton, ambienteve sociale që frekuenton. Atëherë ne nuk kemi bërë asgjë, domethënë ajo ora terapisë është thjesht një orë argëtimi. 20%, shumë e domosdoshme. Është patjetër shumë e domosdoshme, por është çdo komponent tjetër që përbën jetën e një fëmie. Cilat janë shenjat tipike të para kur kemi të bëjmë me një fëmijë me spektrin e autizmit? Dhe në çfarë moshe janë më të dukshme, më të evidentueshme? Mund të evidentohen. Ne prandaj themi ndërhyrja e hershme, sepse gjithmonë kemi parasysh që elementet e parë ne i shikojmë që në moshë të hershme. Dhe këtu mund të themi edhe që 8 muajsh, 9 muajsh, 10 muajsh, po patjetër. Të tipit 8 muajsh apo një sy i mirë klinik, një sy i vëmendshëm, kupton ato element që duhen mbajtur në vëzhgim. Jo se do themi që 8 muajsh, 9 muajsh ne po pam për shembull, mungesën e kontaktit me sy, ndërveprimin, buzëqeshjen sociale, atë vëmendjen që fëmia i jep prindit, ato gugatjet e para, nuk do të thotë që se i pam këto që 8-9 muajsh edhe të vendosim me vrap që kemi të bëjmë me këtë diagnozë, apo kjo është totalisht e gabuar. Por ne na ndihmon për të thënë që se duhet jemi pak më të kujdesshëm, dhe kur prindër me fëmijë të kësaj grup moshe vinë në qendrën tonë, trajtohen me shumë kujdes. Pa panik, por ama duke i bërë të përgjegjshëm që të fillojnë të ndryshojnë disa gjëra në marrëdhënie me fëmijët e tyre, duke i edukuar dhe duke i dhënë mundësi prindit që të bëjnë më të mirën për fëmijën e tyre dhe duke ndryshuar disa rutina që prindrit ndoshta pa dashje i bëjnë dhe i bëjnë ndoshta në mënyrë të gabuar. Domethënë japim kohë fëmijës dhe prindit për të vlerësuar pak situatën dhe për ta riparë fëmijën në një moment të dytë. Por shenjat e para sigurisht ne i kemi dhe ato sinjalet e para të alarmit që themi mund t'i evidentojmë që një vjeçme patjetër. Por aset më të rralla që ti e hasur gjatë gjithë këtyre viteve përvoje,
Besoj se ndonjëra të ka lënë shenjë, të ka lënë gjurmë, të ka prekur, ndoshta edhe mund të ketë vazhduar, siç the edhe në pjesën e adoleshencës, që është shumë e rëndësishme që ti nuk do të ti shkëputësh marrëdhëniet, edhe ti vetë me fëmijën. Një rast që unë kam shumë për zemër, edhe pse unë kujtoj çdo fëmijë që ne kemi vlerësuar realisht dhe çdo fëmijë që kemi trajtuar, që janë të shumë tashmë në numër. I mbaj mend të gjithë. Por një vajzë e cila ka ardhur shumë e vogël tek ne, gati 3 vjeç, dhe ne kemi rritur, unë them kemi rritur me duart tona, tashmë është një adoleshente, është një adoleshente fantastike. Unë kam lejen edhe të prindërve për t'i thënë emrin, sepse i kam shumë të afërt. E ka emrin Dajla, dhe është një vajzë fantastike, përshëndes realisht. Është një vajzë fantastike që me vullnetin e saj, me punën tonë dhe me patjetër punën e përkushtuar dhe gjithë lodhjen e prindërve, sot mund të themi që e kemi një rast suksesi të jashtëzakonshëm. Dhe me Dalën unë nuk kam rreshtur së paturi ato marrëdhëniet e afërta të bashkëpunimit dhe ndjej kënaqësi për vajzën që është bërë. Unë e përfshi në çdo aktivitet që ne organizojmë, kur bëhet fjalë për fëmijët dhe të rinjt, e përfshi në çdo shfaqje që ne bëjmë, në çdo projekt që ne bëjmë, është gjithmonë aty, është aktive, ka dëshirë të përfshihet. Dhe më thënë është si familja jonë. Edhe pse është e rritur, nuk i kemi shkëputur ato marrëdhënie. Dhe është vërtet më vjen mirë sepse është një rast suksesi. Suksesi ndër të shumë që kemi patur, po e veçoj Dalën sepse kemi ruajtur këtë marrëdhënien e afërt. Në këtë rrugtim tënde sot ndihet që ka më shumë rritje të numrit të spektrit të autizmit të fëmijëve, apo kemi raste të tjera që ndoshta nuk kanë lidhje direkt me autizmin, por është mos komunikimi, kjo dhe për shkak të rrjeteve sociale, për shkak të ekranit që shfaqet që në muajt e parë të lindjes dhe kanë aty edhe kur shehen. Si është situata aktuale? I preke fiks. I preka? Po, sepse dashur pa dashur jemi në neve në informacione. Edhe ju jeni vëzhgues, edhe njerëzit janë vëzhgues, mund ta bëjnë shumë mirë, edhe njerëzit në analizë, patjetër. E di, mund ta bëjnë njerëzit shumë mirë edhe analizën vetë, edhe pse ndonjëherë bëjmë gabime edhe pa dashje, edhe na kap rutina, edhe ky fluksi i jetës, jeta është bërë pak e vështirë, ka shumë, po. Dhe në vërtet kemi edhe rritje të numrit të fëmijëve të diagnostikuar me autizëm. Sot statistikat kanë shkuar 1 në 31 fëmijë, sot diagnostikohen, po, dhe 1 në 4 është, le të themi ajo, frekuenca nga djem tek vajzat, dhe por jo vetëm kjo, çfarë unë vë në punën time të përditshme, jo vetëm shtimi i rasteve të fëmijëve me autizëm, por kemi dhe shumë vonesa zhvillimore të tipit. Fëmijë të cilët vinë me problematika gjysore, me vonesa gjysore, por fëmijë që janë shumë të mbyllur, fëmijë që janë të mbyllur në pjesën dhe të izoluar tek vetvetja, fëmijë jo shumë social. Fëmijë të cilët nuk din ta ndajnë marrëdhënien me tjetrin, nuk din ta ndajnë marrëdhënien me bashkëmoshatarët. Domethënë jo vetëm fëmijë me çrregullime të spektrit, por edhe vonesa gjysore, fëmijë patjetër që janë shumë hiperaktiv. Se kanë dëgjuar shpesh të periudhë. Është shtuar shumë numri i fëmijëve që vinë dhe ne i vlerësojmë me hiperaktivitet, po ndoshta është edhe ajo që the ti që është bërë kjo jeta, patjetër që pjesa e internetit, pjesa e celularëve që është e pandar, modeli që ato shikojnë në rëndom, e di çfarë më ndodh shpesh rrugës,
ose kur jam e ulur edhe në një kafe dhe në një restorant, që të shikoj prindër të cilët vërtet e kanë marrë fëmijën në karrocë, vërtet e kanë fëmijën me vete, po nuk e ndajnë marrëdhënien me fëmijën. Nuk janë prezent aty. Nuk janë atë moment. Unë nuk dua të jem shumë paragjykuese me prindrit, dhe t'i vë barra ndoshta mbi kurizë që nuk i takojnë, por prap nuk më vjen mirë që fëmia është aty me ta, por nuk është aty. Në momentin që ne dalim me fëmijët, duhet jetë fokusi jonë tek marrëdhënia me ta. Dhe jo tek celulari, apo tek mjafton që fëmia të ha dhe mjafton që fëmia të rri mirë. Është shumë e thjeshtë për cilin do prind që të marrë një lodër me vete. Kemi më lodra? Kemi lodra, kemi më shumë se ç'duhet, patjetër. Kemi, sepse shoh që më shumë se ç'duhet. Edhe ky është problem më vete, sepse fëmijët duke qenë se janë shumë të ekspozuar nga gjithë këto lodra dhe lojra, dhe ndonjëherë mbingopen shpejt dhe i humbi interesi. Dhe një nga këshillat që ne japim prindërve, i themi, do keni kujdes lodrën që merrni, funksionin që ka lodra dhe si ja prezantoni ju lodrën fëmijës. Është shumë e rëndësishme në fakt, është shumë e rëndësishme. Sepse mania e prindit është që t'ja plotësoj të gjitha fëmijës. Po jo, nuk ka nevojë fëmia me ja plotësu kaq shumë, ti fëmia ka nevojë edhe të eksploroj, fëmia ka nevojë që të bëj edhe në natyrë të shkojë. Edhe të luaj në natyrë, ore ta bëj edhe vetë lojën. Po, kreativiteti është gjëja më e rëndësishme besoj. Imagjinata pastaj këtu vdes. Dhe shpesh kemi ato fëmijët e izoluar që nuk e ndajnë lojën me tjetrin, kemi ato fëmijët që merr një lodër këtu, merr një lodër aty, i humbi interesi, i humbi fokusi. Domethënë janë të shpërqendruar nga gjithë ky bollok që ne ja japim për t'i plotësuar nevojat. Ndërkohë që bëjmë gabim këtu. E vërtet në fakt, sepse ndonjëherë është ajo që the, nuk e gjykojmë dot, por është një pjesë që ne nuk më pëlqen shumë t'i gjykoj, po kur shikoj ca gjëra, domethënë më pëlqen janë ca gjëra që dhe mund t'i shmangim me të drejtën. Ca këshilla. Janë ca gjëra që mund t'i shmangim ashtu siç kemi pas bërë në komunitet për të shmangur, domethënë janë shumë të thjeshta. Është e vërtetë. Nuk kemi pse kur e ushqejmë fëmijën t'i vëmë ekranin përpara dhe fëmia nuk e ka vëmendjen te ushqimi. Dhe është shumë e rëndësishme kjo gjë, është fazë shumë e rëndësishme për fëmijën. Që procesi fëmia vepron mekanikisht, po nuk shijon. Nuk shijon, nuk kupton. Domethënë ne vërtet kemi një ushqim, po e disa element zhvillimor ka i ushqim aty, jo vetëm vlera ushqyese, patjetër. Diskutohet me para. Që përgjithsisht prindrit të thonë, mjafton të ngopet, po jo, duhet të ngopet edhe nga ana emocionale dhe psikologjike fëmia. Jo vetëm të marrë ato nutrientët. Duhet ta kuptoj, duhet të koordinoj. Ka raste që nuk i njohin as perimet, as frutat, kam dëgjuar, sepse janë... Ndonjëherë edhe nuk i njohin se thjesht i han. Dhe po nuk din funksionalitetin, përdorimin, nuk ja ekspozojmë, e duhur. Mundohemi t'ja bluajmë ashtu dhe t'ja japim shpejt e shpejt, mjafton që të mbaroj vakti dhe të merremi me diçka tjetër. Po shumë e rëndësishme, edhe nëse koha e vaktit zgjat një orë, nuk ka asnjë lloj problemi. Por fëmia ama është marrë, e ka eksploruar atë. Edhe veten e tij. Brenda spektrit të autizmit, ndonjëherë kam dëgjuar që ka edhe një pjesë genialiteti. Është e vërtetë kjo apo është më shumë një lloj miti në thonjza themi? Jo, nuk mund të them është mit, sepse janë studime dhe janë vëzhgime që janë prej vitesh tashmë, dhe fëmijët me autizëm, por jo vetëm autizëm, sepse nuk më pëlqen ta veçoj, si çdo fëmijë tjetër, që ka ato vështirësitë e veta, që ka nevojë për vëmendjen tënde patjetër, po brenda ti, nëse di ta studiosh, ta kuptosh, të punosh siç duhet, patjetër brenda ti mund të zbulosh këto fëmijët që kanë botën e tyre, kanë fëmijë që janë artista, fëmijë që krijues. Po janë krijues, po janë artist, po
janë gjeni në fusha të ndryshme, dikush në një muzikë, dikush në një pikturë, dikush në një pjesë tjetër të artit, dikush, domethënë, po mjafton që ti t'ja japësh mundësinë. Të gjesh tekun. Jo, ta gjesh, po kjo duhet. Kjo është ja besoj. Po vëmendje do. Vëmendje dhe përkushtim, nuk është se do ndonjë filozofi kaq të madhe. Po nëse pastaj etiketohen që janë me autizëm, nuk bëjnë, domethënë janë këto paragjykimet, janë këto mundësitë e vjetra për fëmijët me autizëm, atëherë patjetër që ti do ta lësh dhe ai e ka të vështirë për të nxjerrë potencialin e tij, për të nxjerrë gjitha ato vlera që ai ka. Shpesh shtimin e rasteve të autizmit e lidhin edhe me vaksinën. Tani më thuaj, kjo është çështja më e diskutuar. Është shumë e diskutuar dhe unë jam shumë e kujdesshme kur flas për tema të tilla. Kam mendimin tim, kam lexuar shumë, prandaj të mora të përprisja këtë ditë. Kam lexuar shumë, patjetër. Por unë jam pak e kujdesshme në dhënien e këtij informacioni që mos spekulohet me gjërat. Dhe faktikisht janë mjekët ato që janë persona dhe janë profesionistët që normalisht ne na i vërtetojnë gjërat. Dhe përderisa sot ne nuk është se kemi një studim të mirëfillt të vërtetuar shkencërisht që autizmi ka lidhje drejt për drejt me bërjen e vaksinës të moshës 1 vjeç e gjysmë, sepse tashmë e kanë rritur pragun, nuk bëhet më në moshën 1 vjeç, po bëhet pak më vonë. Unë jam pak e rezervuar për të dhënë mendimin tim. Mendimi im është këtu, që të gjitha organizmat janë të ndryshëm. Dhe çdo element të jashtëm që ti i fut organizmave, ti nuk di se si reagon. Do me thënë, nuk ka të njëjtat pasoja apo të njëjtat reagime, vaksina, si në trupin tim, ashtu në trupin edhe të një personi tjetër. Unë mendoj që kjo ndodh, patjetër që mund të ndodhi. Edhe pse mund të jenë... Por mund të jenë dhe predispozitat e tjera pastaj, që janë faktorët të tjerë që nuk duhet i lëmë pas dore, që janë faktorët genetik, që janë faktorët metabolik, që janë faktorët ambiental, që bivendosen, bëhen bashkë dhe po sot është e mundshme që të shikojnë që në ekot e para të bebit. Unë akoma nuk... I beson? Jo, akoma nuk e kemi këtë të vërtetuar. Nuk e kemi akoma të vërtetuar, janë duke u bërë studime dhe do jetë një ndihmë e madhe, patjetër, siç diagnostikohen edhe çrregullime të tjera genetike, siç është sindroma Down apo sindroma të tjera që normalisht diagnostikohen që në muajt e parë të ngjizjes, le të them, të embrionit. Dhe pastaj aty është zgjedhje e lirë e gjithë secilit për të marrë vendimin e tij dhe këtu është po prap ato çështjet etike që futen mes. Por që diagnostikimet për momentin nuk bëhen në embrion. Janë tentativat e para, po nuk bëhen që në embrion. Bëhen pasi ti vëzhgon këto elementet që dalin pasi fëmia fillon ndërveprimet me botën që rrethon. Një nga temat, kjo ka qenë një besoj se një nga temat më prekse të gjithë episodet që unë ka bërë, sepse flasësh për fëmijën, sigurisht që je më sensibël, absolutisht që po. Edhe me shumë kujdes. Po të flasësh dhe për një fëmijë që ka disa sjellje më të veçanta se sa një fëmijë normal, akoma më shtohet më shumë. Dhe një nga gjërat e tjera që një prindi kushton, mendoj që është edhe ana monetare, vlera monetare dhe mënyra se si gjatë gjithë viteve të rritjes së tij të jetës, ai do t'i përkushtohet. Dhe sa e kushtueshme është vërtet jeta e një prindi me një rast të tillë? Bëhet shumë e kushtueshme. Bëhet sepse tek ne pak shërbime ofrohen nga shteti. Më vjen keq ta them, po pak gjëra mbulon shteti. Terapit janë më të pakta në numër në shtet, ka më pak institucione shtetërore dhe një numër ndoshta i vogël fëmijësh mund të përfshihen sepse aq janë mundësitë e shtetit.
Dhe mbështetja që shteti i jep familjeve, le të themi si një mbështetje financiare, nuk i mbulon gjitha shpenzimet. Kostot pastaj të terapive në institucione private kanë koston e tyre, që për një prind me rroga mesatare është shumë e vështirë për të përballuar, por nuk janë vetëm kostot terapeutike, janë kostot të tjera pastaj se ky fëmijë ka shumë nevoja. Ti duhet i plotësosh këtij fëmijë shumë nevoja. Që të përzgjedhja e ushqimeve, që të dietat ushqimore që ai duhet marrë, që tek analizat pafund që një prind duhet bëj sepse duhet shikoj parametrat organik, biologjik të fëmijës, po patjetër mbështetja që i duhet dhënë edhe për sa i përket mbështetjes së tij në kopësht apo në shkollë, sepse shumë fëmijë kanë nevojë për një person të dedikuar, të specializuar që të merret me të dhe ta ndihmojë atë në përditshmërinë e tij. Fatkeqësisht duhet ta them që një nga problematikat e tjera që vështirëson ekonominë e prindërve është që shpesh njëri nga prindrit detyrohet që t'i përkushtohet vetëm fëmijës duke e lënë punën, dhe janë një sër problematikash sociale, ekonomike të cilat gërshetohen në momentin që një fëmijë diagnostikohet me autizëm. Dhe unë them që prindrit në këtë moment janë heronj. Janë prindrit bëjnë të pamundurën me gjithë forcat e tyre për të bërë më të mirën për fëmijën, po ndonjëherë ka nevojë për ndihmë. Janë kosto realisht shumë të larta. Nuk kemi asnjë strukturë. Që kemi struktura, nuk është se s'kemi struktura, se nuk dua ta them që nuk kemi struktura dhe janë bërë hapa përpara për të rregulluar disa. Patjetër që kemi progres, janë bërë hapa përpara. Për shembull, përveç se pjesës mbështetjes ekonomike që i jepet prindërve, sot po shihet edhe mundësia që prindi i cili është i detyruar që të lejë punën dhe t'i përkushtohet fëmijës të marrë një pension, që kjo është shumë e rëndësishme. Një asistencë. Duhet ishte bërë. Jo, pension, t'i quhen vite puna, sepse ai ka lënë punën, jo me dëshirë. Është një punë që ato e bëjnë me shumë dashuri, po është punë. Dhe gjithashtu janë vendosur, unë e di që janë vendosur shumë mësues mbështetës në kopësht dhe në shkollë. Domethënë sot çdo fëmijë i diagnostikuar me një problematikë neurozhvillimore, jo vetëm me autizëm, përfiton një mësues mbështetës nga shteti. Por ku është problemi këtu? Jo të gjithë mësuesit mbështetës janë të specializuar për t'i dhënë ndihmën e duhur dhe profesionale problematikave që ka një fëmijë. Jo të gjithë. Shpesh janë mësues të lëndëve të ndryshme të cilët aplikojnë në portale, gjejnë një vend pune dhe i ofrohet të bëhen mësues mbështetës, pa ai mund të ketë gjithë dëshirën dhe gjithë dashurinë për ta bërë atë si punë, por nuk është i specializuar. Por nuk është i specializuar. Megjithatë, unë mendoj që ka edhe një problematik këtu që me rritjen e numrit të fëmijëve të diagnostikuar, nuk kemi mjaftueshëm profesionistë të cilët kërkojnë dhe aplikojnë për të qenë mësues mbështetës, që nga shkencat sociale apo nga mësuesia speciale. Dhe unë mendoj duke mos patur kaq shumë kërkesa për të mbuluar gjithë nevojat, pastaj detyrohen që me që është bërë si projekt, me që po aplikohet, atëherë do ta mbulojmë me mësues të cilët kanë nevojë për të punësuar, po prap kjo bën një pikpyetje të madhe. Mos flasim pastaj për kurrikulat, që vërtet themi punojnë me planin PEI, po ai plani PEI
zbatohet në një ambient shkolle, si gjithë fëmijët e tjerë, vërtet themi gjithë përfshirjen, po jo çdo fëmijë e ka dhe pranon këtë gjithë përfshirjen. Duhet të kuptojmë nevojat që ka çdo fëmijë. Dhe sa i gatshëm është arsimi apo kopshti, pjesa edukative për t'u qasur dhe për t'i mbështetur ashtu siç duhet këta fëmijë. Shpesh nuk durojnë zhurmat, nuk durojnë dritat, nuk durojnë kaosin, nuk durojnë zërat e lartë, e kanë vështirë të përqendrohen në detyrën që bëjnë sepse kanë shumë stimuj. Dhe themi që ofrojmë këtë arsimin gjithë përfshirës, po ka shumë punë akoma. Ka shumë punë akoma për të bërë. Anisa, kush je ti pas fëmijëve, pas gjithë orëve të dedikuara, të zgjatura, kush është Anisa për te këtyre fëmijëve që i ka dhënë shpirtin, ka dhënë jetën? Okej, se unë për vete nuk është se unë mund të flas. U përfshive tani, por unë të përkalova tek vetja. Po, domethënë tek vetja, sepse them të drejtën, pjesa ime më e madhe e ditës është ky profesioni që ne folëm. Edhe i kushtoj vërtet shumë orë. Por nuk haroj gjithmonë që t'jem ajo gruaja, ajo nëna, bashkëshortja, dhe me këto luftrat për të gjetur këtë ekuilibrin midis profesionit edhe të qenurit bashkëshorte, duke mos lënë atë kafen time të shenjtë që e kam me bashkëshortin tim paktën një herë në ditë, që gjithë shoqëria ime e di dhe shpesh më përmend, po e kam të shenjtë për të marrë kohën tonë. Orët e vetme që mund të flasim. Patjetër që marrim kohën tonë dhe flasim, por patjetër nën e dy vajzave të mia që janë dashuritë e mia dhe jam shumë krenare, dy adoleshentet e mia 17 dhe 13 vjeç, Ambla dhe Arja, të gjej kohën time sepse kanë realisht të nevojshme që unë t'i përkushtohem, që unë t'i jap vëmendjen e duhur, sepse ka nevojë për të folur, ka nevojë për të biseduar me mamin, ne marrim këto datet tona që dalim, bisedojmë, flasim, dajmë momentet e ditës, po patjetër mami nuk rri dot edhe pa dhënë këshillat e saj. Je në rol aty apo je rolin? Jo, nuk jam në rol. Patjetër që profesioni më ka dhënë disa armë të mira që unë mundohem. Janë mekanizmat e tua ato? Por jam prap mami, ti përfshihesh në problemet e tyre, në adoleshencën e tyre, por gjej gjithmonë kohën që t'jem me ato sa herë mundem sa herë kanë nevojë patjetër. Dhe sigurisht ajo femra apo gruaja që kam një jetë sociale, që adhuroj jetën sociale, nuk bëj dot pa këtë shoqërinë, dua të jem e rrethuar me njerëz që më japin satisfaksion, që më bëjnë të qesh. Nuk e përfytyroj dot veten vetëm, gjatë gjithë ditës. Nuk ke për qënë, kur? Kështë sigur. Me këtë natyrë tënde që ke, për te gjithçkaja është... Dua që t'jem e rrethuar nga njerëz pozitiv, por, them një gjë, nuk e gjej asnjëherë kohën, me thënë të drejtë, e gjej kohën për gjitha këto, që janë patjetër shumë të rëndësishme në jetën time, po për bërë punë të shtëpisë nuk e gjej ndonjëherë kohën. Nuk e gjej ndonjëherë kohën, me thënë të drejtën, por shqyr kam fatin dhe jam e bekuar që kam dy prindër të mrekullueshëm që më japin një mbështetje të jashtëzakonshme dhe i du pafund dhe janë realisht mbështetja ime më e madhe për çdo nevojë që unë kam, për çdo nevojë. I kam realisht shumë mbështetje. Këtë pjesën këtu që ta dëgjojnë dhe ata. I kam shumë të rëndësishëm, i du pafund. Për nesër më the që është një fëmijë i vogël ende. Dhe aty e shoh që je përkushtuar sepse fëmijët vinë me idenë edhe për të bërë një tip after school, themi. Kjo është ideja, do të thënë që të bëjnë argëtim, të merren me krafte, me krime, edukim, marketing, ka shumë gjëra brenda. Nes shumë shpejt bën 1 vjeç. Prandaj unë them është ky filizi i ri.
Tisi është dashuria ime e parë, dhe Nest është dashuria ime e dytë, që më ka hedhur në një tjetër hap profesional. Dhe unë mendoj që po mos kisha Tisin, nuk do kisha Nestin. Sigurisht janë bështetuar bukur, paralel deri diku. Po, sepse Tisi, në Tis ke mundësi të rritesh profesionalisht, por edhe të marrë shumë eksperiencë, dhe duke marrë eksperiencë ti bën edhe ca vlerësime nevojash, sidomos kur je në komunikim të drejtë për drejtë, me problemet, me hallet e prindërve, me nevojat e prindërve, për te nevojave. Nest ka lindur pas një vlerësim nevojash që unë bëra nga bashkëbisedimet e mia me prindrit. Sepse shpesh në punën time i qëndroj afër prindërve me këshilla, me orientime. Dhe një nga këshillat që ne japim është që përveç se pjesës së terapisë, fëmia ka nevojë për të bërë dhe shumë aktivitete tjera, për të qenë me bashkëmoshatar, për të bërë kurse të ndryshme kreative, sportive, arktuse, më kërci, më art craft, më pikturë. Dhe mirë po, vërtet japim këshilla, po sa zbatohen këto këshilla dhe sa akses kanë prindrit në institucione apo në qendra të ndryshme që ti kenë dyert të hapura për të gjithë fëmijët? Fatkeqësisht jo. Dhe pas një feedbacku për të disatën herë të mbylljes së këtyre dyerve, kur prindrit shkonin dhe i thonin që e kam shumë të mirë gocën në pikturë, dua që ta zhvilloj këtë kreativitetin e saj, ose e kam parë që fëmia im ka këtë intuitën, ka një vesh melodik, dua që ta provoj që ta fus në një instrument, të gjithë shumë dakord. Por në momentin që ti thuaj që fëmia im ka një problematik pak më të veçantë, është me autizëm, apo me një problematik tjetër, është hiperaktiv, ka disleksi dhe ka nevojë për një vëmendje ndoshta pak më të veçantë, më të përkushtuar. Aty pastaj ndryshonte gjithë përgjigja dhe shpesh dyert ishin të mbyllura. Dhe pas kontaktit të fundit që pata me një prind që vërtet fëmia me një talent në pikturë, dhe unë i thashti të aqosh se s'bën, që ta zhvilloj këtë gjë. Sepse terapia nuk e bën dot këtë. Kemi nevojë për profesionistë të tjerë, për mbështetje të tjera. Më kthehet me lot në sy dhe tha, Anisa, sa dëgjoj fjalën autizëm, tha, jo, të lutem, nuk mundemi, nuk i ofrojmë dot aty që fëmia ka nevojë, pa i dhënë mundësinë për ta parë fëmijën. Po kjo gjë realisht më vrau, Kjo ka qenë pastaj dëshirë dhe rebelizëm në të njëjtën kohë. Dhe thash, unë do hap një after school që realisht aty fëmijët të ndihen vetvetja, unë të bëj gjatë ditës sa më shumë aktivitete që ato të ndihen mirë, duke përfshirë art craft, piktur, sensory play, muzik, kërcim, yoga. Qa nuk bëjmë aty? Poçeri, bëjmë shumë gjëra dhe me të vërtet ti shikon një realitet tjetër që deri në momentin që unë isha vetëm te kjo pjesa e Tisit dhe fokusuar shumë tek pjesa terapeutike, pak më e kornizuar, pak më strikte në pjesën e dhënies së nevojave për të ofruar, për t'i dhënë disa aftësi fëmijëve, por Nesti është komplet gjë tjetër. Është më dritë, është më botë tjetër të fëmijëve. Me ngjyra të bukura deri diku. Dhe ti shikon që kur fëmijët ti lë të lirë, që të shfaqin vetveten, pas një lloj paragjykimi në një ambient që i mirë kupton, që i pranon, që di se si t'i orientojnë ndaj gjithë aktiviteteve që ne bëjmë gjatë ditës, aty mbushesh. Domethënë, unë mendoj që i kam gjetur të dyja që i bëjnë shumë mirë me njëra tjetrën. Këtu procesin zhvillimor që e kemi shumë të rëndësishëm për fëmijët dhe këtu pjesën kreative, artistike që ato ka nevojë dhe kohën e lirë
për të mbushur edhe kohën e lirë. Anisa, të falenderoj shumë unë, sepse në fillim fare preka shumë. Tani te kjo pjesa e nestës, sikur vërtet mora edhe një çik më gëzim, më lumturi, se dashur pa dashur është edhe pjesa që edhe është më argëtuese. Po. Ndoshta ka qenë nga temat më prekse edhe më sfiduese për çdo njeri që apo qoftë aty që i bie, domethënë nuk është as pak e lehtë gjithë rrugtimi i jetës. Unë të falenderoj shumë. Nuk e di nëse ka mbetur ndonjë gjë tjetër pa u thënë, po kjo temë besoj se është e pafundme dhe ka aq shumë spektre brenda autizmit, siç e thënë. Ka shumë për të folur. Sa ka aq shumë për të folur edhe për strukturat e të cilat duhet ta mbështesin këto lloj spektrash. Unë shpresoj që ti të mbetesh fëmijë tër jetën në atë pjesën që unë jam e sigurt sepse nuk bëj dot ndryshe, sepse nuk funksionoj dot ndryshe. Fakti që ti ndeshesh për ditë me ta, që ti merr nga emocioni i tyre, aktive, të mban gjallë. Neve sigurisht kemi një dhuratë që gjithmonë e kemi nga Onovo. Ishte surprizë. Është Axonol, janë produkte organike, të cilat vërtet e kemi lidhur pak a shumë me profesionin tënd. Axonoli është për qetësimin e trurit, kështu që këto suplementet që ne kemi nevojë. Besoj se të nevojiten edhe ty. Kemi nevojë patjetër, sepse kemi nevojë që të fuqizohemi edhe ne, domethënë të marrim edhe ne. Mirë që merr, po ku e nxjerr Anisa? Ja, mundohemi të merremi me veten, edhe suplementet mundohemi, të jemi, të kujdesemi, është ajo pjesa që çfarë bën ti, mundohemi nga pak, gjejmë kohën që edhe kujdesemi pak për veten. Edhe palestre nuk e lëm se na bën mirë, jo vetëm për pjesën e fizikut, se tashmë fiziku nuk është kaq e rëndësishëm se sa gjendja emocionale dhe psikologjike. Kështu që eci e pafund, unë eci pafund. Në vrap të gjitha, po thuaj se për ditë. Gjithë kohën, mua kush më shef, kush më nje, e di që Anisa është në vrap gjithë kohën, me telefonin dorë dhe gjithë kohën aktive. Por kështu mundohemi të jemi vetvetja, të mbahemi të gjallë. Të falenderoj edhe një herë, edhe ishe shumë kënaqësi të mirpresim sigurisht dhe për tema të tjera në lidhje me këtë gjë. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe do rishihemi në episodin e radhës.